kur ka pasur shkeljet më të rënda që janë shënuar në proces zgjedhor? Atëherë, faleminderit për këtë pyetje. Une dua t'ju rikujtoj që në vitin 2010 shteti i Kosovës ka pas zgjedhjet më të këqija ndonjëherë që kanë mund të ekzistojnë. Dhe në reflektim të pasojave të këtyre zgjedhjeve, në vitin 2013 dhe e potencoj me iniciativë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, është marrë të krijohet një projekt që është mbrojtja e votës dhe janë inkorporuar të gjitha institucionet të cilat janë nënshkruese të këtij memorandumi. Që nga viti 2013 deri në vitin 2025 në 10 vjet e fundit, ne kemi pas progres të jashtëzakonshëm. E them këtë me bindje të thellë nga se nga vitin e vet numri i lëndëve dhe veprimeve kundërligjore të cilat kanë ndodhur nga viti 2010 e tutjen si në zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare ka qenë në ramje e sipër. T'ju përkujtoj që në zgjedhjet e kaluara, për shembull, 12 tetor, ne krejtësisht i kemi pas vetëm 5 raste të evidentuara si vepra penale, pa informata të marrura. E CK ka thënë më herët, informatat nuk do të thotë që inkorporojnë elementet e veprës penale.